profesion që nuk është se ka lindur, sepse dikur quhej edhe, nëse mund ta them, sekser. Mbaj mend tek ushtari pa njohur, ishin një grup njerëzish që shisnin, blinin prona. Domethënë, si ka evoluar ky, sepse shumë të rinj sot, po ndoshta jo vetëm të rinj, po e përqafojnë këtë profesion. Patjetër që në vitet e mëparshme ky si profesion nuk është konceptuar, apo tregu nuk ka qenë kaq i edukuar sa që sot për mirëfilli këtë si profesion. Është parë si kundërthe dhe ti, sikur e vetmja gjë që ne bëjmë është shoqërimi, hapja e një prone, vendosja e një çelësi, por në të vërtetë nuk është thjesht ajo apo vetëm negocimi, është analizë financiare, është të qenurit aty, të psikologjisë që të kuptosh nevojat e klientit.